Në kuadër të procesit zgjedhor më 9 nëntor, Policia e Shtetit ka hartuar një plan masash për ruajtjen e objekteve zgjedhore si dhe shoqërimin e materialeve nëpër qendrat e votimit e më pas drejt qendrave të numërimit. Në 5 bashkitë e vendit ku do të zhvillohen zgjedhjet e pjesëshme lokale, Vlorë, Tepelencë, Cerrik, Berat dhe Mat, Policia e Shtetit ka marrë në ruajtje 9 objekte zgjedhore ku janë vendosur komisionet e KZAZ-ve dhe ditën e shtunë do të marrë në ruajtje 473 objekte që do të shërbejnë si qendra votimi. Policia ka dërguar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve listën me 612 punonjësit e policisë dhe automjetet e policisë që do të angazhohen për ruajtjen e objekteve zgjedhore dhe shoqërimin e materialeve zgjedhore. Ditën e zgjedhjeve me dorëzimin në mëngjes të objekteve që shërbejnë si qendra votimi, punonjësit e policisë do të tërhiqen në vend grumbullimet e përcaktuara dhe do të rikthehen për të bërë shoqërimin e materialeve zgjedhore në drejtim të KZAZ-ve në orën 19:00. Gjatë ditës së votimit, në rast se nga komisionet e qendrave të votimit, koordinatorët, KZAZ apo KQZ-ja do të kenë kërkesa për ndërhyrjen e policisë në zbatim të kodit zgjedhor, policia ka lënë pikat e kontaktit me komisionet dhe do të veprojë në kohë konform përcaktimeve ligjore. Gjithashtu në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit është ngritur grupi koordinimit dhe drejtimit për procesin zgjedhor.